është momenti për të, në mënyrë si e kuptova unë, është për të reformuar reforma në drejtësi, për të vazhduar reformën në institucionet e tjera. Përshtypja ime, Claude, po do doja edhe analizën tënde në këtë është se reforma në drejtësi dhe institucionet antikorrupsion që u ngritën u duk sikur patën si qëllim kryesor ndëshkimin dhe kulturën e ndëshkueshmërisë në nivelin e lartë të zyrtarëve. Dhe duket sikur reforma në drejtësi është ka targetuar këtë kategori zyrtarësh të lartë dhe qytetarët e thjeshtë dhe dosjet e tyre disa 10 vjeçare e më shumë kanë mbetur ende në gjykatë. Kur thua të reformohet reforma, thua për SPAK apo institucionet e tjera, apo për ato që prekin direkt qytetarët? Kur flas për reformën në drejtësi e kam fjalën që reforma në drejtësi pa diskutim që duhet të përfshijë këdo, ne folëm deri tani për çështjen se si gjysma e gjyqtarëve kanë dalë dhe prokurorët nga sistemi me anë të vettingut, folëm për backlogun e krijuar, por te qytetarët kjo është absolutisht më e dukshme, sepse sot që flasim qytetarët duhet kuptojnë që reforma preki ata dhe prandaj ne kapëm me këtë pjesën e backlog, do të thotë ata të kenë mundësi të bëjnë shumë, ata kenë më të prekshme për ta. Po sot ata mund ta kenë më të prekshme edhe duke, do po flasim me që flasim për reformën e reformës, patjetër që ndryshimet nuk janë vetëm në lidhje me atë që folëm për ndërmjetësimin, por edhe me ndryshimet e tjera që sigurisht që bëjnë aksesin më të lartë të publikut në gjykatë, për shembull, që lidhen me reformë, lidhen me taksat ndoshta super të larta dhe përjashtimin e disa pjesë të shoqërisë nga aksesi në drejtësi tërsi. Sot që flasim, për shembull, mund të kesh persona të cilës s'kan mjete për të jetuar, por duhet të paguajnë 1% që të kërkojnë pensionin në gjykatë, apo janë pa pension, apo situatat nga më të ndryshmet absurde që mund të ketë. Kështu që patjetër unë mendoj që është momenti për të reformuar ose për të vazhduar reformën, për të mos e lënë në vend. Një pjesë e diskutimit me që flasim për reformën është gjysma thamë u shkarkuan, por rreth 10% mund të jenë zënë vendet e 30-40% e vendeve janë bosh të gjykatave dhe prokurorive. Dhe çdo të thotë kjo të thotë që më shumë dosje për gjyqtar, do të thotë që më shumë ngarkesë për ta, do të thotë që çështjen do ta kesh sot dhe pastaj të radhës do ta kesh pas disa viteve. Një element i domosdoshëm që flasim për reformën dhe që është shumë e rëndësishme është më në fund, ne po e kryejm këtë diskutim, ti je në Washington, unë jam në Toronto, askush s'na pengon që të jemi live dhe mund të jemi me këdo nesër deri që do ta shikoj këtë të regjistruar. Është e nevojshme që bota e ka zgjidhur, nuk ka nevojë Shqipëria të rishpiki rrotën te kjo pjesë, e-court, që do thotë procesin elektronik gjyqësor. Nuk sot elektronikisht firmosen kontrata miliardë dollar. Na qenë ka problem që procesi të bëhet elektronik, që do thotë elektronikisht mundson procesin gjyqësor, gjyqtari le të jetë siç je ti tani, unë le të jam avokati, pala tjetër, online nuk ka rëndësi të lëvizi fare ai secili në vendin e vet ku është. Do të thotë e-filing, që do të thotë kërkesën mund ta bëj elektronikisht në gjykatë, do të thotë provat mund t'i dërgoj elektronikisht në gjykatë, do të thotë procesi mund të bëhet elektronikisht në gjykatë, do të thotë vendimi mund të merret elektronikisht, s'ka nevojë të niset tjetri të vejë në gjykatë të bëj çfarë. Apo ku diun të sot se që flasim ndoshta e ke parë dhe publiku e ka ngritur këtë si shqetësim me sa kam parë, uljen numrit të gjykatave, dhe kjo ishte pjesë e reformës që u mbyllën le të themi gjithë gjykatat e apelit, mbeti një në Tiranë. Thotë ai si do nisem unë nga Konispoli apo nga Fefi të vi tani që të vinë gjykatën e Tiranës për të gjykuar. S'ka nevojë, secili e ka një telefon. Ka nevojë për ndryshim ligjor që të vendosen seancat elektronike? Gjyqit përmes çfarë duhet? Duhet bërë ndryshim në kodin e procedurës civile dhe kodin e procedurës penale, që gjithë procesi mund të jetë elektronik, nuk ka nevojë, apo të proceset penale. A di Ilva që janë miliona që harxhon shteti çdo ditë me tokat e shoqërimit që të marri tani personin e arrestuar nga burgu sigurisë së lartë me 3 autokolon policie që ta sjellin gjykat, por jo, s'ka nevojë. Secili është në atë setting të vet, edhe secili e bën procesin nga vendi që është, madje e ke të incizuar, çdo gjë i ke edhe captions në kuptimin që çdo gjë që thuhet e ke direkt në procesor verbal elektronik. Sot
nuk është ças pak çudi dhe është tërësisht e arritshme kjo. Dhe të mbetemi akoma te letra e shkruar me po të shkosh sot, është fatkeqësi të shkosh në një proces gjyqësor në Shqipëri, sekretaria do vazhdon që të shkruaj me dorë se çfarë thon palët, apo dhe ta shkruaj në kompjuter, mund të gjesh në një që hajtë gjej shkronjën në tastier, të gjej se si do shkruaj verbalin. Kemi mbetur me datilografi, me makinë shkrim, nuk ka as kompjuter apo me kompjuter? Ose me kompjuter mund të jetë, por imagjinoje pak situatën ku të gjej tani se çdo dhe gjysma ti lë jashtë se çfarë do bëj njeri është, pra e bën të gjithën këtë proces të ndihet një shekull mbrapa, s'ka arsye. Mjafton të duash dhe është tërësisht e mundshme. Me që më pyete për reforma elektronike është domosdoshmërisë.